për dobinë e popullit tonë, se e duam këtë popull. Dhe kemi dëshmuar se e duam këtë popull. Dhe e kemi dëshmuar me fakte historike, njëra prej tyre është edhe kjo se na kemi qenë të gatshëm me vdek për të drejtat e këtij populli. Askush nuk mundet të vijë mua sot të më shet më pak shqiptar se ai, më pak patriot se ai, i cili ka pi kafe nëpër Berlin, nëpër Amerikë, nëpër këto. Kur ne kam nejt në atë vap në Mejdan, e armatosur deri në dhomë, edhe ashtu kemi flet, ashtu kemi ndezë gjutë, e kemi hongë çka kemi gjetë. Nuk mundet ai mund të mshitet sot patriota unë të ri kokën unë kokën lart e kam. Unë jam shqiptar. As çto mercenar, çto njerëz të degeneruar, që mundon të degeneruar me paraqitje të mirë, e të mirë me paraqitje të keqe, kur asnjëherë nuk mundon më bë patriot se na. Asnjëherë, le ta harojnë atë. Se ditë ku kanë qenë ata në kohë kur është dash me qenë afër popullit, s'kan qenë të gatshëm as me kamera me ne këto. Dhe këta njerëz nuk munden neve me na linçu, as me na paraqit si anti-shqiptar, anti-kombëtar. Arabe kanë merak me thonë, arabe. Çfarë arabe? Unë kom lënë arabët kom marrë të shqiptarët më. Këto ne kom kallzu se s'vlen asgjë, por mua kur është pyetje populli jam. Le ato pallavra si a pazari hiç. Ata mundin ato fora pallavra me ashit dikujt tjetër, këto skalojnë të në ato. Ata e dinë, se në arabi kam qenë studime, kom thonë X, e kom ndërprej studimi, kom marrë këto. Në kontribu. Po, më kam qenë në klima atje, kam qenë në klasë, në bank, i ullën, më kupton? I kom thonë arabëve stop, në shkova të popullin, dhe se kemi fshena, i kemi tregu se jemi të shku me luftu për të drejtat dhe për të mirat e popullit tonë. E këto palaço që në për Evropë, në për vendet të ndryshme, në për Tiranë, aty këto kam pi kafe dhe në Fladit, kur na kemi qenë në Mejdan, para bombardimeve të agresorëve të ndryshëm, nuk mundën neve me na paraqit si arab, si anti-shqiptar, si njerëz jo kombëtar, të lutem. Ato janë mohabete boshe, na kemi bë vepër. Dhe atë dëshmon historia, kote kanë. Djetë është regjistruar, është e shënuar, është evidentuar se na ku jemi konë, çka jemi konë, dhe kështu me radhë. Jemi konë zonën më të nxehtë të luftës, edhe kur asnjëherë si bi pishman për atë që e kam bërë për popullin tim, dhe lusim Allahun që asnjëherë popullin ton Allahu mos ta sprovon me kësi padrejtësira. Por kur ta shohë si padrejtësinë popullit ton t'ia bën joti, kjo është shumë e dhimbshme.